Kjo është diçka e stisur në mënyrë shumë djallëzore. Ne kemi një sistem të mbrojtjes nga rrjetet, nga këto sulmet që bëhen nga faktorë të tjerë kundër nesh, sepse dihet botërisht nuk është sot, u bën tani vite që ne jemi shënjestër e Iranit. Dhe për këtë arsye kemi ndërtuar një sistem mbrojtje që është nga më të mirët në Europë për sa i përket sulmeve që godasin infrastrukturën digjitale. Por kemi mundësi dhe të shikojmë aktivitetin. Ditën e parë, kur ka shpërthyer gjëja, ka pasur 5 herë më shumë përdorues të rrjeteve shqiptare, po themi, të rrjeteve sociale që lidheshin me Shqipërinë se sa ç'ka pasur gjatë gjithë viteve të fundit. 5 herë më shumë u bën në një ditë kur u shpërnda ajo gjë. Me atë gardin, me rrjetin me tela, është bërë me inteligjencë artificiale një kështu atje si afishe dogane, e keni parë besoj, ku shkruaj stop kufiri Izraelit. Dhe është hedhur në mënyrë intensive gjithandej narrativa që këtu do vinë palestinezët që do shkulen nga Gaza. Dhe kjo gjë është bërë me një sistem shumë të qartë për ne tani më në disa xhami. Dhe aty nga njerëz që janë penetruar, në atë sistem, është hedhur hira tek të tjerë që e kanë marrë këtë gjë me shqetësim të madh duke e besuar. Gjëja ka marrë për masa botërore dhe është shumë e thjeshtë për ta kuptuar se pse Irani është interesuar për këtë narrativ dhe pse kjo narrativ jo turizmin, po kjo narrativ fillon njerë duke shkatruar një nga pikat më të forta të reputacionit shqiptarëve në përbot, të cilën bota tani ka filluar ta kuptojë tamam, që është se si muslimanët shqiptarë, po bëhet film për këtë, muslimanët shqiptarë, së bashku me të krishterët, shpëtuan ebrejt. Kjo është një medalje ari që na e kanë dhënë ne dhe ja ka dhënë Shqipërisë ata që nuk e rrohen më.